o djem, vallahi do një me marë dinin tamam, mi ju bëhet dritë të tjerëve, se tjerët kanë nevoj me nije prej gojës tënde, la ilaha illallah, edhe kanë nevoj me nije prej gojës tënde, jo vetëm gruja, familja jote, fëmijët e tu, po dhe shok tu dhe shoqët në vendet punës ka jini në shkolla për në organizata, kur të thuash ti la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, vallahi kanë nevoj tjerët me nije. Mësë bani kopraca në këtë drejtim. Gjatë një seancës në gjyq, para 7 vite, 6 vite, gjatë një seancës në gjyq, para 6 vite, advokati, që kisha unë advokat, Bajram të Mava, e që mu më kalzoja i, më 75 vjeç, tha kur në gjamin s'kam hi. Së unë e pyta, të shaj avokat. Avokat im, tha kur në gjamin s'kam hi. Unë do të deklarohem diçka në hutbë për ta, e Zoti që ton ja pranoft. Po bëj dua. E Allah edhe të smuntit në i shëroft. Më është smuni shoki jam i tash prej Covidit në Shqipëri, një hoxh, Masha Allah është i gjallë, Masha Allah, Allah i e shëroft, i zonës Beratit. Boni dua, Allah i e shëroft, ja Rabbel Alemin. E tash kjo avokati, kur po hi aty në seancë, po vjen me vanes, po si po hi, po, selamu alejkum, wa rahmetullah. Aty, aj po thot, në kërkush s'po thona me zonë të nalë, kështu veç aj po thot. Aleikum selam, wa rahmetullah. Dikur po vanohet gjukatas, po vinë me një herat atë gjyqit, po rrim veç po thot, me zonë të nalë. La ilaha illallah, hak Muhammedun Rasulullah, edhe mu po më këthet, sa advokati jam nga të meje, po më këthet mu, o gjafënja, thash mirë, po thom, super, se që ashtu thoj ke, la ilaha illallah, hak Muhammedun Rasulullah, ngo kënin shka po thom, urda thëshëm Baca Bajram, urda, që do të mundohëm ty me të mbrojtëm ty këtu, këshirë ti për mua atje. Allah ja falë gabimet. Allah ja është i madhë, Erhamur Rahimin, na i falë të neve, edhe gjithë imetin Muhammed sallallahu alaihi sallam, Allah ja bëvë sebeb shahadetin me meritu e shefatin të Resulullahi, se kretë ndërët Allahut jemi, na nuk dim shka ka më ndodhë me neve. Kanë nevoj njerëzimi me ju thonë ju la ilaha illallah, se nuk e dinës shahadetin. Wallahi më kartë 30 vjeqari ku në rizimi kanë vu, thuje shahadetin s'pedi. 30 vjeqë o burë, 30 vjetë, 3 dekada ka jetu shahadetin, so brezamet, 3 shkronja kretë, janë vesh që në gjitën bohën ndryshe, la edhe s'mshilet buza kur, la ilaha illallah, që ta s'pedi. Allahi, nga një këne më bënë në mësu sa më së bëni, kopraca dhe që ta më s'mja mësu kuj. Me të thonë ditën e kiametit, pëse s'ma ke mësu e shka e dhe është. Se vjen dita kiametit. Me ra dikush në grop, para teje më s'mi kalzu e ti. A të thotë pëse bërës më kalzove që rash në grop, a të hangër goja, ose kërë në shtradarin rrug e jeto hec, pëse veti s'ma bone veç një herë. Ha? Ne, s'të kështën kërgjën veç, tik. Edhe në denim zbjerë, edhe bonë vakia është shumë shpet e ullën pakës edhe pështon për i komunikacionit. Allah ju bëftë dritë ka të shkoni. Që të ndashtë, ta më ju thonë, Allah ju bëftë dritë ka të shkoni.